Jemi kthyer sërish në studio dhe flasim për zhvillimet në Kosovë në dritën edhe të raportit më fundit të shërbimeve sekrete italiane lexuar pak më parë, por padyshim do flasim edhe për vizitën e Mark Rutte në Kosovë. Dhe kam kënaqësi të kem general Kadri Kastrati, ish komandanti i FSK-s. General, kënaqësi të kem në këtë bisedë. Faleminderit që u bashkuat. Faleminderit për ftesën. Po ashtu kam dhe kolegun Ben Andoni. Ben, kënaqësi të kem edhe ty në këtë bisedë me generalin. E vlerësoj shumë. Faleminderit dhe kënaqësi. General, po nis me njerë me ju, do ndalem pak të Rutte, por pak më parë, nuk e di nëse e ndoqët, ne publikuam një pjesë të raportit të shërbimeve sekrete italiane, lidhur me situatën në Ballkanin perëndimor dhe ndalur më konkretisht tek zhvillimet në Kosovë dhe Serbi, ku thuhet ndër tjera burimi kryesor i tensioneve mbetet bllokimi në procesin e normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë, po ashtu edhe qëndrimet e Kosovës në gjithë situatën dhe sipas tyre Serbia mbetet faktor kryesor sepse mund të agravojë situatën. Pra, duket se shërbimet sekrete italiane kanë vënë alarmin për një gjë që dihet të gjithë asaj. Si e shihni këtë raport të shërbimeve sekrete? Po, raporti thot ato që është edhe situata aktuale në Kosovë dhe jo vetëm në Kosovë, sepse ne në 2 vitet e fundet jemi ballafaqur me sulme terroriste në territorin e Republikës Kosovës. Ishte sulmi i vitit 2023 shtator në Bonsk të veriut të Kosovës dhe pastaj ishte edhe sulmi i vitit kaluar në objektet vitale të Republikës Kosovës në ujësirën e Iber-Lepens dhe në sistemin energjetik të Kosovës. Dhe për atë arsye, normal Serbia është duke bërë sulme të vazhdueshme, jo vetëm këto 2 sulme, por edhe sulme tjera hibride. E fundit ishte përzierja apo ndikimi në zgjedhjet e fundit në Republikën e Kosovës, ku bëri trysni dhe në farë mënyre i shantazhoi gjithë ata serbët të cilët i paguan në skemat sociale nga qeveria e Republikës së Serbisë, që ata domosdoshmë duhet votojnë për listën serbe, dhe kjo ishte edhe një përzierje apo një sulm i radhës në territorin e Kosovës. Dhe për atë arsye, gjitha këto raportet, ky raport dhe raportet tjera që kanë dalur kohën e fundit, jo vetëm nga Italia, por edhe nga shtetet tjera, e posaçërisht nga NATO-ja, tregojnë qartë që Serbia është duke luajtur rol destabilizues në rajon, jo vetëm për Kosovën, por edhe për shtete tjera siç është Bosna dhe Hercegovina, ku atje kemi situatë kaotike me hapat që presidenti i entitetit serb Dodik ka marrë kohën e fundit duke marrë veprime për ndarjen nga Republika e Bosnës dhe Hercegovinës dhe gjithashtu marrëzi me komunitetin serb atje, të cilët një qeveri e cila është plotësisht e përkrahur nga Serbia dhe nga presidenti Vučić dhe një pjesë e Maqedonisë Veriut. Dhe kjo tregon qartë që Serbia në vazhdimsi është duke luajtur një rol nacionalist, një rol destruktiv në rajonin e Ballkanit perëndimor. Mos të harrojmë që jo shumë largët Zavens, kryeministri i parë i Republikës Serbisë, Vulin, ka qenë në Moskë disa herë dhe atje ka marrë instruksione të qarta nga presidenti Putin dhe nga qeveria e Rusisë. Është shumë interesante se citohet edhe vizita e Vulin në Moskë, kjo që ju sapo thatë, por dhe vizita e Xi Jinping në Beograd. Për të dyja këto zhvillime citohen në raportin e shërbimeve sekrete italiane si pika të cilat duket se e kanë thyer atë balancën që ka vendosur pak më herët Serbia me marrëveshje me Francën, por edhe me marrëveshjen për minierat, dhe si kundër balancë sjell do vizitat e Vulinit në Moskë edhe të Xi Jinping në Beograd. Po, them vërtetën, presidenti i entitetit serb në Bosnë dhe Hercegovinë, zoti Dodik, nuk i ka marrë këto ndërmarrje radikale
separatiste, nacionaliste në drejtim të shputjes Republikës Srpska, vetëm se dëshiron që të bashkangjitet me Republikën e Serbisë apo ta jetësoj atë botën sërbe, si që quhen vetë presidenti Vučić, por ka edhe zotime që ai ka dhonë me vizitën e fundit që ka qenë në Moskë me të presidenti Putin, që nuk do të ndalet dhe do të zbatoj gjitha ato rekomandime që ka marrë nga atje për mos ta lënë Ballkanin Perëndimor të qetë, dhe kjo i intereson më së tepër në Moskës dhe politikës së tyre që Ballkani Perëndimor të jetë jo stabil, ndoshta të iniciohet një konflikt i mundshëm mes Bosnjës dhe Hercegovinës atje brenda për brenda, mes Serbisë dhe pjesës veriore të Kosovës. Këtu do të ishte kyç edhe NATO-ja, sepse NATO-ja në Kosovë është përgjegjëse kryesor për ruajtjen e kufive dhe ruajtjen e sigurisë dhe qetësisë brenda territorit të Republikës Kosovë, dhe për këtë arsye gjitha këto manevrime që po bëhen, gjitha këto tensione që janë, adresën e kanë në Beograd dhe në Moskë.